Festivali Ballkanik i filmit dhe kulinarisë ka mbërritur në edicionin e tij të 6, duke u mbajtur si gjithmonë në Pogradec, por kësaj here nga 31 korriku deri në 5 gusht. E lindur si një dëshirë komunikimi dhe kontakti mes kinastëve të Ballkanit në një rajon me sfida dhe problematikat përbashkëta, festivali në çdo edicion po përforcon misionin e tij për nxitjen e marrëdhënieve ndërkulturore, si dhe prezantimin e resurseve turistike të kësaj zone. Festivali ngjelet po ai, Ballkanik, filma Ballkanik, dokumentar, filma të shkurtër, filma student, si dhe filma të gjatë. Në edicionin e këtij viti janë në konkurrim afër 100 filma nga të gjithë vendet e Ballkanit, por listës së tyre do i shtohen edhe filmat jo konkurrues. Ky festival është edhe një mundësi e mirë dialogu mes kinastës shqiptar që do të jenë pjesëmarrës në të, ndërsa presidente nderi e festivalit është Margarita Xhepa. Ndërsa neve mundohemi që nëpërmjet filmit, sepse çdo kush që vjen në festival dhe pastaj kthehet, është një lloj ambasadori të themi asaj që do ndodhi në Pogradec. Çdo natë në kinemat verore do të shfaqen filma me protagonist aktorin Bekim Fehmiu në përkujtim të 80 vjetorit të lindjes. Një koloni piktorësh të Universitetit të Arteve do të realizojnë peizazhe nga Pogradeci, por një tjetër risi është edhe Mishmash Film Production. Grup të rinj nga Ballkani, të cilët mblidhen në Pogradec, kryejnë grupe dhe krijojnë filma të shkurtër. Këtë vit vjen me mbështetjen e UNESCO-s dhe tema do të jetë liçeni.